Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër dhe sot është një video ku do ju flas për të gjitha ndjesitë e mia, çfarë kam bërë pra në periudhën direkt pasi ndodhi tragjedia dhe humbja e bashkëshortit tim, edhe çfarë jam duke bërë në këto momente që bëhen plot 3 muaj nga ikja e tij. Unë kam vendosur që mos dal këtu dhe të qaj, sepse nuk dua që t'ju mbush dhe ju me dhimbjen time. Shumë nga ju më kanë shkruar që e kam përjetuar shumë dhe ju falenderoj me zemër që më keni ngushëlluar dhe më keni dhënë forcë. Dhe sot dua t'ju tregoj nga fillimi si kanë qenë ditët e mia, netët e mia edhe gjithçka. Okej, është një story time ku unë po tregoj të gjithë ndjesitë e mia, më bën shumë mirë që t'ja u shpreh dhe të tjerëve atë që unë kam përjetuar, sepse kështu mund të ndihmoja shumë nga ju që kanë kaluar të njëjtën situatë apo dhe që nuk e kalojnë dot. Atëherë, pasi mora lajmin, gjithçka ishte, domethënë, si në ajër, unë kam qenë shumë empir në mendime, domethënë truri im nuk mendonte, nuk mbante mend. Ishin ditët e para, sidomos ishin vetëm mpirje, mos dëshirë për asgjë, pra më mungonte dëshira për të ngrënë, për të fjetur. Kanë qenë një kaos, këtej nga ana tjetër ishte Rei që duhet kujdesesha dhe i thoja motrës gjithmonë mbaje pak Rein, ajo mbante Rein, unë qaja në balkon ditë edhe natë. Vetëm lot ka pasur, as pak ushqim, as pak gjumë, domethënë mund të flija 1 orë ose 2 orë natën, zgjohesha çdo 10 minuta, dhimbje që nuk e pranoja dot, mendoja sikur Alfo do vinte. Nuk i kisha hequr deri dije, domethënë as furçat e dhëmbëve, rrobat jo i kam akoma, sepse më vinte sikur po t'i hiqja do ikte një pjesë e tij dhe i mpaja gjithë gjërat e vendosura siç ishin, siç e kishte ai. Dhe po kuptoja që po dëmtohesha shumë, sepse përveç se nuk po haja, nuk isha mirë edhe psikologjikisht, sepse nisa të mos mbaja mend, edhe kjo gjëja po më dëmtonte dhe nuk mbaja mend shumë gjëra, shumë detaje. Aq sa po mendoja që mbase mund të flisja me dikë të specializuar për të bërë terapi mbase, në qoftë se do vazhdonte gjendja ime ashtu, me siguri që duhet të ndihmoja veten edhe do merrja të tjera hapa. Por pastaj u bëra paksa më e gjallë në rrjetet sociale, po më flisnin shumë nga ju, po më shkruanin mesazhe, po lexoja histori, edhe nuk e di, diçka ndodhi që më dha forcë, por gjëja kryesore kanë qenë ëndrat, nuk e di t'i shpjegoj, ju betohem, nuk e di sa besoni ju në këto gjëra, por unë vazhdoj e shikoj zonat në ëndër dhe ato ditë më thoshte çau, e jona duhet të shikoj kështu, e jona çau bë një video dhe kur zgjohesha thoja si ka mundësi që gjërat që mendoj gjatë ditës Alfo vjen dhe mi tregon në darkë në ëndër. Dhe nëse për shembull s'kisha fjetur tër natën dhe gjatë ditës në drekë kur flinte Rei mund të flija një 10 minutësh, se më shumë s'flija dot, sa më mbylleshin syt isha si në një gjendje kështu, as vetë se shpjegoj dot, dhe në ato 10 minutë që mund të flija, sërish më dilte në ëndër dhe po çmendesha nga ëndra. Tani jam mësuar me ëndra dhe madje më duket gjëja më e bukur që mezi pres të flet që ta shikoj edhe të çmallem. Dhe kur zëhem pastaj mërzitem prap që ai nuk është këtu. Gjërat që më kanë ndihmuar për ta kaluar ishte kjo gjëja pra që nisa ta pranoja dhimbjen, të jetoja me të qaja kur më qaj, por edhe mos i lija gjërat pasdore, pra doja s'doja, edhe pse unë nuk doja, duhet. Edhe duhet për vete, sepse po mos isha mirë unë, s'do ishte mirë as djali, kush do kujdesej pastaj për djalin, por duhet edhe për djalin, por edhe për atë që iku, sepse jam e sigurt që ai do bënte gjithçka për mua, domethënë ai nëse unë e kërkoja botën, ai ma silte botën në këmbët e mia ishte, nuk e di. Domethënë bënte gjithçka për mua. Mjafton që unë të hapja gojën, të thoja një fjalë dhe ai e bënte. Pra kjo është gjëja e parë që më ka ndihmuar që e pranova dhimbjen, edhe thash, okay, ai ka ikur, edhe pse prap mendohesha, jo, s'është e vërtetë, nuk e beson dot, domethënë, por që kjo më ndihmoi që e pranova këtë gjë dhe po se pranove ngelesh aty, edhe nuk ecën dot. Dhe kështu i dash forcë vetes. Dhe kam lexuar ndonjë libër, është një libër shumë i bukur motivues që ma ka dhuruar motra, që më ka ndihmuar shumë ta shikoj jetën me një sy tjetër, më ka ndryshuar botkuptimin, sepse unë mendoja që njerëzit jetojnë ajo gjëja e tmerrshme, ajo tragjedia s'do vinte kur, që unë të humbja dikë kaq të dashur, por unë kam kuptuar që
çdo gjë mund të ndodhë, të gjithë do ikim një ditë, edhe këtë e kuptova pasi iku Alfa që jeta është shumë e shkurtër, pra sot jemi nesër s'jemi, dhe me këto ide që unë krijova në kokën time që jeta është e garantuar vetëm sot dhe për askënd tjetër nuk është e garantuar e nesërmja, unë thash, okay, po jetoj sot, po kujdesem për djalin dhe të nesërme nuk e di asnjë. Pra lexova libra, e mbusha ditën me punë. Domethënë java e parë, po ju them, ka qenë java e parë, e dytë, e tretë, mos them një muaj, kanë qenë vetëm lot, nuk bëja asgjë, madje as gatuaja, as haja, dhe ajo që haja çdo ditë ka qenë 6 dhomate shumë pak, gjysmë fete buk në ditë. Imagjino gjithë ditën, gjysmë fete buk, 6 dhomate. Në drek mund të kishte qenë, as mëngjesin, as darkën, as gjë. Edhe ujë me si pija, domethënë një gjendje aq e keqe sa gati po më bien të gjitha flokët nga ajo gjendje që isha dhe që jam. Por tani të paktën jam shpirtërisht ashtu, por jo, si ta shpjegoj, jo në veprime. Pra, në veprime jam duke ecur para, duke punuar fort, jam duke u marrë me shumë punë, për ju që nuk më ndiqni Instagram e Jona Vis Posh Vlogs, sepse unë aty tregoj aktivitetin se çfarë punësh bëj gjatë ditës, pra pjesa që merrem me rein, pjesët e punëve me çfarë po punoj, që nuk dua t'i cek këtu në YouTube, sepse kam Instagramin për këtë gjë. Punët më kanë ndihmuar shumë. Pra gjëja tjetër, përveç se e pranova dhimbjen, gjëja e dytë ishte që nisa të merresha me diçka. Të merresh me diçka nuk të le që ta mbash mendjen pra tek dhimbja. Shpirtërisht e ke dhimbjen tër kohës, por mendërisht unë duke mbajtur shënim për shembull punët që kisha, emra, gjëra që më duhen për ato shitjet online, thash okay, sikur po e mbusha ditën me punë, me rein, me gatime, dhe më kanë ndihmuar që thjesht të çohem. Jo se më kanë ndihmuar që unë tani kam harruar çdo gjë dhe jeta vazhdon. Jo, jeta vazhdon, por dhimbja ngelet aty. Por që tani për tani jam çuar sepse nuk kisha zgjidhje tjetër. Pastaj gjëja e tretë që më ka ndihmuar shumë, por jo e treta, mund të jetë kryesorja, që të kesh njerëz afër, pra duke pasur njerëz afër, duke të folur jo vetëm fizikisht, por dhe virtualisht. Pra kam pasur telefonata, kam pasur mesazhe, kam pasur njerëzit afër. Pra, të gjitha këto më kanë ndihmuar që sikur ta mbledh pak veten. Këshilla ime për ju që mbase jeni në të njëjtën situatë me mua, sepse shumë më keni shkruar që jeni në të njëjtën situatë, jo sepse keni humbur bashkëshortin, por edhe njerëz të tjerë dhe mua më vjen shumë keq, është që qëndroni me njerëz afër, dhe nëse nuk i keni afër, se jeni në një shtet tjetër, qëndroni afër me telefonata, me video call, pra qëndroni afër me mesazhe. Sepse duke qëndruar vetëm vetë të mbyllur, për shembull unë në fillim atë javën e parë, javën e dytë, e kisha atë idenë që ka ndodhur kjo dhe vetëm dilja vetë në balkon, edhe qaja, domethënë ishte një gjendje që aty po e tha vetë stop e Jona, vazhdo fol me njerëzit, se nuk flisja dot me asnjë, domethënë isha një gjendje që nuk merret me mend, vetëm kush e ka provuar mund ta kuptoj. Gjëja tjetër që më ka ndihmuar është padyshim i pari i vetmi Rei, sepse ai do kujdes, do që unë të dal me të, e nxjerr shëtitje dhe merrem shumë me aktivitetin fizik të tij. Për shembull, ai vrapon, unë e ndjek, merrem gjatë gjithë kohës dhe ri me rein. Por kur jam super e lodhur, kërkoj dhe ndihmë normalisht, sepse ja tani që po bëj videon për shembull, ai nuk duhet jetë këtu sepse bën zhurmë, kështu që duhet që edhe ta mbajnë të afërmi. Që ti përkushtojmë Reit 100% në pjesën kur ai ushqet, përgatimet e tij, dhe sidomos që ta nxjerrë në natyrë, kjo gjë i bën shumë mirë edhe Reit edhe mua. Gjëja tjetër, pika tjetër që unë do ju këshilloja dhe ju do ishte dilni në natyrë. Pavarësisht sa dhimbje mund të keni, se mund t'ju duket shumë bosh, për shembull unë dal dhe më duket bosh çdo gjë. Domethënë mund të ketë 100 njerëz që kalojnë, por mua më duket sikur është bosh çdo gjë. Por pastaj fokusohem te Reit, tek ecja, tek vrapi Reit, edhe luaj me të, fshihem nëpër pemë, bëj aktivitete të ndryshme me lojra me Rein, dhe kështu e heq sa do pak mendjen. Këto janë paka shumë 4-5 pikat kryesore që mua më kanë bërë që jo të dal nga gjendja, se gjendja është shumë e rënduar shpirtërisht, mendërisht. Unë akoma jam në fazën që nuk mbaj mend gjëra, për shembull bëj diçka, them çfarë do bëja, dhe kam një mpirje koke që mbase do marr ca vitamina, nuk e di çfarë mund të marr, sepse më mpihet koka dhe nuk mendoj dot pastaj, më bën si blok truri. Kështu që unë thjesht jam fizikisht mirë, pra jam çuar, jam ngritur fizikisht. Por gjërat e tjera avash do ta marr veten, sepse nuk është kaq e lehtë, janë vetëm 3 muaj që bashkëshorti im ka ikur dhe unë tani e pranoj që ai është një angjëll, na mbron, edhe dashuria nuk vdes kurrë dhe do ta dua gjithmonë. Dhe jam e sigurt që
edhe ai do më donte mua gjithmonë, sepse ma ka thënë shpesh, dhe sidomos djalin ton që e donte shumë. Kjo para situata që ndodhen pasi ka ikur Alfo, ditët e para kanë qenë ndryshe, tani është më ndryshe dhe besoj që me kohën malli dhe do shtohet më shumë dhe mbase do jem edhe më keq shpirtërisht nga malli, por i kam premtuar vetes, Rejit edhe Alfos tek vari që unë do të çohem dhe do ec para për t'i bërë krenar Rejin, Alfon dhe veten dhe të gjithë njerëzit që më duan, edhe ju që doni të më shikoni këtu me video. Unë po buzëqesh paksa sepse më keni thënë që ju mungon ai pozitiviteti tim dhe buzëqeshja time. E jona e vërtet nuk do ndryshoj kur, do më keni këtu nga sot e tutje me video të ndryshme. Kjo ishte video e fundit që bëj për pjesën e humbjes, për pjesën e ndjesive. Nga videot e tjera në vazhdim ju do shikoni e jonën që ka qenë gjithmonë. Mbase do ta shikoni me një trishtim në sy, sepse nuk fshihet trishtimi në sy, por pa tjetër që të buzëqeshur, sepse dhe Alfo e donte shumë buzëqeshjen time. Ju dua shumë të gjithë, lini një koment në këtë video, ju puth.